Në lajme do të ndiqni pas dite në Luksemburg do të mbahet konferenca e 4 të ndërqeveritare BE Shqipëri, ndërsa do të çelet një tjetër grup kapitull, ai për tregun e brendshëm. Parafrimi i legjislacionit të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian në grup kapitullin 2 të tregut të brendshëm pritet të jetë një sfidë për vendin tonë. Shpallet kompania fituese që do të kryej studimin dhe hartimin e projektit DES për rehabilitimin e linjës sekurudore Rogozhin-Vlorë dhe lidhjes me qytetin. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural njoftoi se janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2025. Mirëserdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Sot pas dite në Luksemburg do të mbahet konferenca e 4 të ndërqeveritare Bashkimi Evropian në Shqipëri, ndërsa do të çelet një tjetër grup kapitull, ai për tregun e brendshëm. Gjatë takimit në Bruksel me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, kryeministri Edi Rama theksoi se Shqipëria është e përkushtuar të përmbush detyrat. Sot pas dite në Luksemburg do të mbahet konferenca e 4 ndërqeveritare Bashkimi Evropian Shqipëri, ndërsa pritet të çelet grup kapitulli 2 i negociatave me Bashkimin Evropian, tregu i brendshëm. Kryeministri Edi Rama, i cili do të kryesojë delegacionin shqiptar, zhvilloi një takim në Bruksel me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama u shpreh se përkushtimi është maksimal për të përmbushur të gjitha detyrat për të përmbyllur negociatat. Sot sigurisht është një ditë shumë e mirë për ne, sepse kemi një tjetër konferencë dhe çelim kapitujt e tjerë, ndërkohë që me presidentin jam shumë i njohës për kohën që më ka kushtuar për të zhvilluar një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces, e pastaj edhe për samitin e ardhshëm për komunitetin politik evropian, i cili është një aktivitet, një event shumë i rëndësishëm në përgjithësi, por ka një rëndësi të posaçme në këtë moment. Në kohë dhe sigurisht do të flasim për rajonin ndaj të cilit presidenti është veçanërisht i përkushtuar. Nga ana e tij, Costa tha se në mes të majit do të zhvillojë një tur vizitash në vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto vizita do të jenë në kuadër të rritjes së bashkëpunimit dhe përpjekjeve për të patur rezultate të mira të anëtarësimit. Sot po çelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jonë është që të çelim edhe më tej grup kapitull për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar shumë konkret dhe duam që të realizojmë dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, por mendoj që kjo është përkushtuar një shenjë mjaft e rëndësishme për të gjithë rajonin, sepse mënyra më e mirë për të garantuar mirëqenien, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor është me Bashkimin Evropian dhe anëtarësimin e tij. Japse do të vizitoj personalisht rajonin në mes të muajit maj për të vizituar të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor për të rritur bashkëpunimin tonë dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të pasur rezultate të mira të anëtarësimit. Çelja e grup kapitullit për tregun e brendshëm është hap i rëndësishëm pasi ndihmon Shqipërinë të avancojë më shumë në standardet e Bashkimit Evropian për ekonominë e tregut dhe të drejtat e konsumatorëve. Parafrimi i legjislacionit të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian në grup kapitullin 2 të tregut të brendshëm pritet të jetë një sfidë për vendin tonë. Sipas ekspertes Lorela Alia, numri më i madh i kapitujve dhe mungesa e stafit për realizimin e parafrimit të legjislacionit do e vështirësojnë më shumë këtë proces. Me hapjen e negociatave për grup kapitullin e 2 të akisë së BE-s, Shqipëria hedh një hap më afër drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Grup kapitulli i tregut të brendshëm me çon në 3 numrin e grup kapitujve të hapur deri më tani për vendin tonë, ndërsa mbeten edhe 3 grup kapituj të tjerë ku duhen hapur negociatat për parafrimin e legjislacionit. Grup kapitulli 2 përmban gjithsej 9 kapituj, ndërsa harmonizimi i legjislacionit do të bëjë të mundur që në fusha të tilla si mbrojtja e konsumatorit dhe shëndeti publik, Shqipëria të afrohet më tepër me standardet evropiane. Kapitulli 2 ka të bëjë me tregun e brendshëm, është mjaft i rëndësishëm për ne, sepse do të thotë që ne do të integrohemi në tregun e brendshëm evropian dhe ky dy kapitull ka në përmbajtje një kapitull të tjerë, të cilët ka të bëjnë me lirinë e lëvizjeve të mallrave, të shërbimeve, gjithashtu me pronësimin intelektuale, me mbrojtjen e konsumatorit, me shëndetin publik, të cilët janë shumë thelbësore. Sipas ekspertës Lorela Alia, ky grup kapitull do të jetë një sfidë më vete për Shqipërinë, për shkak se numri më i madh i grup kapitujve do të shtojë vështirësinë e parafrimit të legjislacionit. Sigurisht që ky grup kapitull është mjaft teknik dhe ka shumë volim në brendësinë e tij. Ky grup kapitull do të kërkojë më shumë kohë, më shumë staf në dispozicion, ashtu siç i referohet edhe përveç raporti i Bashkimit Evropian për vitin 2024, i cili kërkon që të rritet stafi në lidhje me parafrimin
e legjislacionit. Po nuk është vetëm një punë në aspektin e përafrimit të legjislacionit, gjithashtu është një punë shumë e madhe edhe në arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu një problem tjetër është në lidhje me konsumatorin, mbrojtjen e konsumatorit, siç kemi parë dhe së fundmi me pjesën e ATU-s. Pra ne kemi shumë probleme në lidhje me aspektin teknik të këtij grup kapitulli. Gjithashtu është edhe me shëndetin publik, ku Shqipëria është shumë larg standardeve të Bashkimit Evropian. Në tetor të vitit të kaluar, u mbajt konferenca e dytë ndërqeveritare për hapjen e grup kapitullit të parë themelorët që lidhet më tepër me sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës, ndërsa vetëm brenda 2 muajsh në dhjetor 2024 do të hapeshin negociatat për grup kapitullin 6 lidhur me marrëdhëniet me jashtë. Më shumë detaje mbi këtë proces, pra ecurin e tij, më rëndësishmja sfidat me cilat haset Shqipëria në zbatimin e reformave në kuadër të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe më rëndësishmja se sa është e mundur që të arrihet integrimi deri në vitin 2027, si kundër është paralajmëruar, është artikuluar edhe nga kryeministri Rama. Do të na jap më shumë detaje gazetarja e Departamentit të Informacionit në Skan Televizion, Ledina Elezi. Ledina, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht ditën e sotme zhvillohet konferenca e 4 ndërqeveritare e Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, ku do të hapet grup kapitulli i dytë i negociatave, ai për tregun e brendshëm. Çfarë do të thotë një gjë e tillë dhe ku mendon apo ku gjykojnë ekspertët që do të ketë vështirësi Shqipëria në përmbushjen e këtyre reformave në kuadër të procesit integrues? Ashtu si thatë edhe ju, sot pas dite hapen zyrtarisht negociatat për grup kapitullin e dytë të akisë së BE-s lidhur me tregun e brendshëm. Rikujtojmë se një vend për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian duhet të plotësojë disa kritere antarësimi, të quajtura ndryshe si kriteret e Kopenhagenit, të cilat lidhen me kriterin politik, kriterin ekonomik si dhe kriterin e adoptimit ku ne jemi aktualisht. Kriterin politik dhe ekonomik konsiderohet se i ka plotësuar Shqipëria, pra të qenë një vend demokratik që respekton të drejtat e njerëzit, por edhe kriterin ekonomik, pra të qenit një ekonomi funksionale tregu e gatshme pra në gjendje për të përballuar dhe për të konkuruar me forcat e tregut të Bashkimit Evropian. Aktualisht jemi në fazën finale përpara antarësimit në Bashkimin Evropian, pra plotësimin e kriterit të adoptimit që ka të bëjë me përafrimin e legjislacionit të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian. E të ndryshe, harmonizimin e legjislacionit të Shqipërisë me akin e BE-s, pra me trupën e legjislacionit të Bashkimit Evropian që përfshin një sër traktatesh, rregulloresh dhe direktivash të Bashkimit Evropian. Shqipëria mbajti konferencën e saj të parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian në 2022, ndërkohë që në tetor të 2024 do të kishim mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare për hapjen e grup kapitullit të parë, pra themelorët, që ka të bëjë kryesisht me çështje që lidhen me sundimin e ligjit, me shtetin e të drejtës e të tjera si këto. Ndërsa vetëm për pak muaj, pra nga tetori në dhjetor, do të hapeshin edhe negociatat për grup kapitullin e 6 që lidhet pikërisht me marrëdhëniet me jashtë. Me hapjen në ditën e sotme të grup kapitullit të 2 që lidhet me tregun e brendshëm, Shqipërisë do t'i mbeten edhe 3 grup kapitull të tjerë për të hapur në vijim, të cilët janë konkretisht grup kapitulli i 3 që ka të bëjë me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse, grup kapitulli 4 i cili lidhet pikërisht me agjendën e gjelbër dhe lidhjen e qëndrueshme dhe grup kapitullin 5 që ka të bëjë me burimet, bujqësinë dhe kohezionin. Përsa i përket vështirësisë që do të ketë Shqipëria në negocimin e përafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian, duhet thënë se përsa i përket grup kapitullit të parë themelorët ose quajtur ndryshe si bazat e antarësimit, pavarësisht se nuk ka numrin më të madh të kapitujve, sërish konsiderohet si shumë i vështirë nga vendet që aspirojnë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Për shkak se ka të bëjë kryesisht me sistemin e drejtësisë, siç e thash, ka të bëjë me kapitullin e prokurimeve publike, kontrollin financiar, por edhe me 3 kriteret të tjera. Në këtë grup kapitull, Shqipëria ka një avantazh të vogël, është pozitiv fakti që reforma në drejtësi është ndërmarrë përpara hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, por gjithashtu edhe përsa i përket reformës së administratës publike. Por problem do të mbetet kapitulli që ka të bëjë pikërisht me prokurimet publike, pra kapitulli numër 5, për shkak se shteti shqiptar është kritikuar her pas here për mungesën e barazisë,
pajisjes të konkurrencës apo më saktë për korrupsionin në prokurime publike, pra në tendera, por edhe për fenomenin e korrupsionit në përgjithësi në sistemin e drejtësisë. Përsa i përket grup kapitullit që hapet ditën e sotme pra tregu të brendshëm, ai ka numrin më të madh të kapitujve, pra ka gjithsej 9 kapituj, është shumë voluminos, prandaj do të jetë edhe më vështirë për Shqipërinë për afrimi i legjislacionit, praktikisht do i marrë më tepër kohë. Është një grup kapitull shumë i rëndësishëm sepse ka në thelb të saj 4 liritë themelore të lëvizjes të Bashkimit Evropian, pra lirinë e lëvizjes së punëtorëve, të mallrave, të shërbimeve dhe kapitalit, që nuk kupton se me përafrimin e legjislacionit në këto fusha, me antarësimin në Bashkimin Evropian, shqiptarët do të kenë lirinë që të lëvizin lirisht, pra të lëvizin lirisht, të punojnë apo të jetojnë dhe pra të shpërngulën një event antar të Bashkimit Evropian pa pasur pengesa. Praktikisht një shqiptar... Duke parë rrugtimin e deri tanishëm, pra e curinë e këtij procesi deri më tani, por edhe shkallën e vështirësisë që është për secilin prej grup kapitujve. Sa e mundur është që të realizohet, të përmbushet ajo që është deklaruar deri më tani, antarësimi i Shqipërisë apo integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2027? Atëherë, pyetje shumë e drejtë, nëse vijohet me këtë ritëm, me hapjen e grup kapitujve, pra me hapjen e 3 grup kapitujve të mbetur të akisë së BE-s, deri në fund të 2025-s, maksimumi deri në fillim të 2026-s, atëherë mbyllja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian është e mundur në 2027-ën. Gjithmonë se vijohet me të njëjtin ritëm, përsa i përket hapjes së grup kapitujve, përafrimit të legjislacionit, por gjithashtu edhe zbatimit të reformave nga ana e Shqipërisë. Por gjithmonë edhe në rast se një vend antar i Bashkimit Evropian nuk del kundër antarësimit të Shqipërisë, sepse dihet që Greqia ka deklaruar së më saktë, ka kërcënuar më përpara që kur të vi momenti i votimit në Këshillin Evropian do të vendos veton, pra do t'i thotë jo antarësimit të Shqipërisë, por për mendimin tim jo si gazetare, por si studiuese e procesit të integrimit dhe në biseda që kam pasur me ekspert grek, po Greqia mund të vendosë një veto, por kjo do t'jetë një veto afashkurtër, për arsye se Bashkimi Evropian do t'i bëjmë një presion mjaftueshëm për heqjen e menjëhershme të kësaj vetoje. Por duhet të kemi parasysh diçka. Pra skenari më pozitiv i mundshëm do të ishte mbyllja e negociatave në vitin 2027. Në 2027 Komisioni Evropian përgatit një opinion mbi gatishmërinë e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe mbas këtij opinioni do të nënshkruhet edhe traktati i antarësimit. Por, procesi i ratifikimit të këtij traktati mund të marrë afërsisht 2 vite, pra mund të antarësohemi rreth vitit 2028-2029. Por ky është skenar shumë pozitiv, nëse pra Shqipëria vazhdon me përgatitjet e duhura, me parafrimin e legjislacionit dhe zbatimin e reformave, po duhet pasur parasysh që edhe integrimi në Bashkimin Evropian nuk varet vetëm nga përgatitja jonë, por gjithashtu edhe nga konteksti gjeopolitik. Dhe ky është ai edhe ndoshta edhe komponenti që nuk duhet injoruar as pak. Megjithatë do mbetet për të parë se si do të jetë ecuria. Ledina, unë falenderoj për gjitha detajet e përcjellë në studio. Faleminderit. Do t'i rikthehemi zhvillimeve të këtij edicioni informativ. Shpallet kompania fituese që do të kryej studimin dhe hartimin e projektit për rehabilitimin e linjës hekurudore Rogozhin-Vlorë, si edhe projektimin e vijës së re hekurudore që do të lidh aeroportin e Vlorës me qytetin e Vlorës. Kompania austriake që ka fituar tenderin duhet të hartoj projektin për një linjë hekurudore elektrike me shpejtësi deri në 120 km/h. Me një ofertë për 78.81 milion lek, Hekurudha Shqiptare ka shpallur kompanin fituese që do kryej studimin dhe hartimin e projektit DES për rehabilitimin e linjës hekurudore Rogozhin-Vlorë, si dhe projektimin e vijës së re hekurudore që do lidhë aeroportin e Vlorës me Vlorën. Tenderi me fond limit 95 milion lek u hap në muajin dhjetor të vitit të kaluar, teksa fituese është shpallur kompania austriake ILF Consulting Engineers Austria. Sipas dokumenteve që shoqëronin procedurën tenderuese, linja ekzistuese Rogozhin-Vlorë me gjatësi 84.27 km funksionon nën kapacitetin optimal për shkak të infrastrukturës së vjetëruar dhe nevojës për përmirësime të thella. Në të njëjtët dokumente, thuhet se është e domosdoshme ndërtimi i një linje të re treni për të lidhur qytetin e Vlorës me aeroportin e Vlorës, duke qenë se ky aeroport krijon mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turistik të rajonit. Ndërkaq, kompania që ka fituar tenderin do duhet të hartojë një projekt zbatimi për një linjë hekurudore elektrike me shpejtësi deri në 120 km/h.
Sipas hekurudhës shqiptare, zbatimi i këtij projekti synon të ofrojë një shërbim të kombinuar të transportit hekurudhor me transportin ajror, duke lehtësuar aksesin e udhëtarëve në aeroport në mënyrë më të shpejtë, të sigurt dhe më të qëndrueshme. Gjithashtu, një nga objektivat kryesore është rritja e sigurisë së lëvizjes për udhëtarët, duke reduktuar rrezikun e aksidenteve. Gjatë vitit 2024, Komisioni i Prokurimit Publik anulloi 52 tendera për shkak të parregullsive të kryera nga institucionet shtetërore. 23 procedura prokurimi janë anulluar për shkak të hartimit të dokumenteve të tenderit, ndërsa 29 të tjera për ankesa të paraqitura në fazën e kundërshtimit të vlerësimit të kryer nga autoriteti kontraktor. 52 tender u anulluan nga Komisioni i Prokurimit Publik gjatë vitit 2024 për shkak të parregullsive të kryera nga institucionet shtetërore. Vendimet drastike kanë ardhur pas ankesave të depozituara nga operatorët ekonomik dhe pas konstatimit të shkeljeve të shumta. Kriteret e paqarta dhe konfuze, të cilat kanë ndikuar në përgatitjen e ofertave ekonomike nga ana e operatorëve ekonomik, është një prej shkeljeve të konstatuara. Gjithashtu, shkak për anulimin e procedurave tenderuese, janë bërë kriteret të cilat janë hartuar në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik dhe ligjeve të tjera sektoriale apo veprimet e autoritetit kontraktor gjatë procesit të vlerësimit të ofertave, të cilat kanë sjellë një klasifikim jo të drejtë. Po ashtu janë konstatuar parregullsi gjatë procesit të administrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomik apo parregullsi në procesin e administrimit të dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik i renditur i pari. Sipas të dhënave, 23 procedura prokurimi janë anulluar për shkak të hartimit të dokumenteve të tenderit, ndërsa 29 të tjera për ankesa të paraqitura në fazën e kundërshtimit të vlerësimit të kryer nga autoriteti kontraktor. Gjatë vitit 2024, në sistemin e prokurimeve elektronike u publikuan 7168 procedura unike për prokurime publike me vlerë totale prej rreth 330 miliard lek, ndërkohë që në total, gjatë vitit që shkoi u dorëzuan 1151 ankesa nga operatorë të ndryshëm ekonomik. Në rang kombëtar, janë ankimuar 11.5% e procedurave unike të prokurimit mbi kufirin e blerjeve të vogla dhe ankimuar 9.9% e fondit limit të procedurave të publikuara. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural njoftoi se janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2025. Fermerët mund të aplikojnë deri më 30 maj për të përfituar nga masat mbështetëse. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural bën me dije se sot janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2025. Nga kjo skemë mund të përfitojnë fermerët individual, grupimet e fermerëve të cilët do të përfitojnë 100% të vlerës së aplikuar, personat fizike juridik dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Fermerët mund të aplikojnë deri më 30 maj për të përfituar nga masat mbështetëse, ku përfshihen mbështetje për tufën bazë të matrikulluar të gjetëve, mbështetje për tufën bazë të matrikulluar të indave, mbarështimi bletarisë, mbështetje për fara, fidan dhe inputet të tjera, mbështetje për kultivimin e bimeve mjekësore e aromatike, mbështetje për fermat organike, certifikimi global GAP, si dhe mbështetje me naftë për punimet e mekanizuar në bujqësi. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, të rrezprodhimit vendas dhe të përmirësojë konkurreshmërinë e produkteve shqiptare në treg. Njëkohësisht, rrisia këtë vit konsiston në masat e financimit për të gjithë fermerët dhe blegtorët, për të gjithë ata që mbarojnë viça për majmëri. Masa financiare për viça do të jetë 5.000 lek për krer, ndërsa mbështetja me financim për lopo do të jetë 10.000 lek për krer. Sipas njoftimit nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, aplikimi kryhet online përmes portalit e-Albania nga data 14 prill ora 8 deri më 30 maj ora 24. Qeveria ka përcaktuar kritere të reja të përfitimit të pagesave direkte nga ana e fermerëve nga skema kombëtare e subvencioneve në bujqësi 2025. Këtë vit do të mbështetet edhe mbarështimi i viçave, si edhe do të ketë më shumë kontroll për naftën falas. Deri në datën 30 maj, fermerët kanë mundësinë të aplikojnë për pagesa direkte nga skema e subvencioneve 2025. Vendimi i qeverisë ka përcaktuar kriteret e reja ku përmes disa masave do të mbështetet rritja e konkurreshmërisë së sektorit bujqësor dhe ulja e kostove për fermerët. Konkretisht, do të jepet pagesë direkte për gjedhët në vlerën deri në 10.000 lek për krer lop,
mëshqer dhe deri në 5.000 lekë krerë viça për fermer apo aplikant me jo më pak se 10 krerë gjedh. 1.200 lekë për krerë për të imtat për aplikantët me jo më pak se 100 krerë dele ose dhi. Sa i takon bletaris, do të jepen 1.000 lekë për zgjua për fermer apo aplikant me jo më pak se 50 zgjoje. 200.000 lekë për hektar për kultivimin e perimeve, rrushit për tavolinë në sera ose luleshtrydhe, në tunele plastike për fermer, me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 hektar. Në çdo rast, nëse masa e përfitimit përgjysmohet për kalimin e kufirit të vendosur, për bashkimet e fermerëve pagesa do të jepen në masën 100%. Përfitojnë pagesë shtesë fermerët që përdorin kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve, si domate, speca, tranguj, luleshtrydhe. Masa e përfitimit është në 50% të vlerës totale të faturave tatimore për blerjen e materialeve biologjike, përfshirë insektet e dobishme, por jo më shumë se 30.000 lekë për dynym në rastin e 2 mbjelljeve në vit. Pagesa për kultivimin e bimëve mjekësore aromatike është në vlerën 30.000 lekë për hektar për fermer apo aplikant, me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 hektar dhe 100 deri në 200.000 lekë për fermat organike. Sipas vendimit, fermerët të përfitojnë pagesa kash për naftën që përdorin për punime të mekanizuara në bujqësi. Kriteret që duhet të plotësojnë fermerët për të përfituar nga skema e naftës janë që të kenë tokë bujqësore në pronësi ose në përdorim të provuar me dokumentacionin përkatës. Sipërfaqja totale për të cilën aplikohet duhet të jetë jo më pak se 1 hektar, ndërsa madhësia e parcelave me sipërfaqe jo më pak se 0.1 hektar. Aplikimi për të përfituar nga masa e mbështetjes me naftë për bujqësinë bëhet me vetë deklarim. Fermerët përfitojnë deri në 100% të vlerës, me sipërfaqe deri në 10 hektar, sipas për llogaritjeve të bëra. Për sipërfaqen mbi 10 hektar, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%, përjashtuar rastet e aplikantëve me status grup fermerësh ose SHBB. Aplikimet i nënshtrohen procesit të verifikimit dhe kontrollit administrativ dhe për aplikimet fituese kryhet kontrolli në terren. Çmimi i importit të perimeve gjatë këtij fillim viti ka ardhur në rënje në krahasim me vitin e kaluar sipas të dhënave nga Instat, ndërkohë qytetarët shprehen se çmimet në tregun vendas vazhdojnë të mbeten të larta. Edhe pse në fillim të këtij viti zarzavatet e importuara në Shqipëri erdhën më lirë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, diçka e tillë nuk është reflektuar në çmimin përfundimtar të shitjes në tregjet tradicionale të vendit. Sipas të dhënave zyrtare nga Instituti Statistikave, për gjatë 2 muajve të parë të vitit, 1 kilogram zarzavate erdhi nga importi me mesatarisht 68.7 lekë, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ishin mesatarisht 78.5 lekë. Ndërkohë qytetarët shprehen se çmimet mbeten të larta. Ti kur e ble, e shet pas të do të shit ditën tate. E ky e ka ble, do të nxjerrë ditën vet. E për ne, tregtari do të fitoj 3 fishin, të shi s'ka. Ai e hub mlana, nuk e ul çmimin. Mlana hub. Po normal kanë lëvizur pak. Kanë lëvizur, nuk janë njësoj. Tani domethënë shumë pak janë ulur. Po ajo gjendja është prap. Sipas të dhënave zyrtare, për sa i përket çmimit të frutave, nuk ka pësuar ndryshim gjatë këtij fillim viti, ku 1 kilogram nga importi kushtoi mesatarisht 78.9 lekë, si në fillim të këtij viti, ashtu edhe vitin e kaluar. Nga ana tjetër, perimet Made in Albania, ku eksporti tyre nga 14.000 tonë në periudhën janar-shkur 2024 arriti në 24.000 tonë në këtë fillim viti, nuk kanë pasur ndryshim të çmimit, duke u shitur me përkatësisht 68.5 lekë për kilogram. Shqipëria rënditet e 23-ta në Evropë për çmimin e birës së importuar me një mesatare prej $2.05 për 0.33 litra më lartë se në disa shtete të zhvilluara. Ndërkohë vlera është më e lartë edhe në raport me vendet e tjera të rajonit. Numbeo, platforma e njohur të dhënave krahasuese, ka publikuar së fundmi informacion në lidhje me çmimin e birrës së importuar për disa shtetet e Europës. Sipas këtyre të dhënave, Shqipëria renditet e 23-ta mes 40 shteteve të përfshira në studi. Në Shqipëri, çmimi mesatar i një shishe birre prej 0.33 litrash është rreth $2.5, çka e vendos vendin ton me një mesatare krahasuar me shtetet e tjera europiane. Kjo e pozicionon Shqipërinë mbi mesataren e rajonit. Në krye të listës me çmimet më të larta të birrës renditen vendet e Europës Veriore. Norvegjia mban vendin e parë, ku një shishe birre importi prej 0.33 litrash kushton $3.95. Pastaj gjenden shtetet të tjera të pasura si Finlanda, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar. Ndërkohë Shqipëria ka çmimin më të lartë të birrës në Ballkan. Mali i Zi mban vendin e 31 me një çmim prej $1.71 për shishe. Pas tij renditet Serbia dhe Kosova, ku çmimi është më i ulët se në Shqipëri. Në fund të listës, për sa i përket rajonit dhe Europës, gjenden Maqedonia e Veriut dhe Bosnia Hercegovina.
të cilat kanë çmimet më të ulta për birën e importuar për $1.38 dhe $1.20 për 0.33 litra përkatësisht. Një fakt interesant është se Shqipëria ka një çmim më të shtrenjtë se disa shtete shumë më të zhvilluara. Kjo tregon se ndonse Shqipëria renditet mes vendeve me çmime mesatare të birrës, ajo ndodhet në një nivel më të lartë krahasuar me shtetet të tjera të Europës, si Gjermania, Polonia dhe Çekia, të cilat janë të njohura për traditën dhe konsumin e lartë të birrës. Fletët e para të votimit për votues nga jashtë janë nisur drejt adresave të emigrantëve shqiptarë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aktualisht janë nisur zarfet e para zgjedhore për votues nga qarku i Dibrës dhe i Beratit. Ka nisur dërgimi i zarfeve bashkë me dokumentacionin zgjedhor për votuesit e regjistruar në diasporë për zgjedhjet e 11 majit. Sipas informacioneve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë nisur fletët e votimit për votuesit e qarkut të Dibrës dhe të Beratit, ndërsa janë përgatitur paketimet për rreth 26.000 votues. Ndërkohë, për këtë proces janë rreth 120 persona, të cilët punojnë me 3 turne pranë qendrës për votimin nga jashtë. Si fillim, fleta e votimit, e cila është e përcaktuar në qarku nga vjen qytetari, pasi është vullosur dhe futur në zarfin A, më pas futet në një zarf më të madh B, i cili mban të dhënat e koduara të çdo zgjedhësi. Kompania postare merr zarfin B, e vendos në zarfin e verdhë të postës bashkë me udhëzuesin, një listë me kontakte të kompanisë në përbot, si dhe një tjetër zarf postar për kthimin e votës. Më herët, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar udhëzuesin për procedurën e votimit për të gjithë emigrantët shqiptarë që punojnë dhe jetojnë jashtë Shqipërisë. I gjithë procesi zhvillohet në përputhje me vendimet e Komisionit Rregullator dhe Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe është plotësisht transparent. Procesi po monitorohet nga përfaqësues të subjekteve zgjedhore, vëzhgues ndërkombëtar dhe vendas, si dhe përfaqësues të mediave. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ky është një hap shumë i rëndësishëm për garantimin e pjesëmarrjes së bashkëqytetarëve tanë që jetojnë jashtë kufive në procesin demokratik të vendit. Gjatë një bashkëbisedimi me persona me aftësi të veçanta, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha premtoi se shteti do të përballojë të gjitha llojet e shpenzimeve që duhen kompensuar. Sipas tij, kjo nuk është bamirësi, por një detyrim madhor dhe do të bëhet gjithçka për rehabilitimin e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është shprehur se qëndrimi i shoqërisë ndaj personave me aftësi të veçanta në një mënyrë apo një tjetër është një lloj braktisje. Gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësues të kësaj shtrese të shoqërisë, Berisha u shpreh se duhet bërë çdo përpjekje për përfshirjen brenda mundësive në jetën normale në punë. Në Shqipëri nuk do ketë pension nën 200 euro. Në Shqipëri nuk do ketë pension nën 200 euro. Por u garantoj se pensionet për ju, pra ky minimum jetik do të tejkalohet si pas shkallës së aftësisë ndryshe, pa asnjë lloj hezitimi. Pa asnjë lloj hezitimi. Ju siguroj se për secilin qytetar me aftësi ndryshe, që është kryefamiljar, që mban familje, familjarët e tij do trajtohen me minimumin jetik. Sipas Berishës, kjo nuk është bamirësi, por një detyrim madhor dhe do të bëhet gjithçka për rehabilitimin. E kam theksuar, theksoj, ky është një sektor mungestar në Shqipëri. Dhe ju siguroj se investimet më serioze do të bëhen në sektorin e rehabilitimit, në mënyrë që secili qytetar me aftësi ndryshe të mund të zhvillojë, të përmirësojë aftësitë e tij, të ushtrohet dhe të rehabilitohet. Rehabilitimi këtu është pothuaj inekzistent, ose kur po të duash që ta marrësh, është shumë i kushtueshëm dhe nuk përballohet. Berisha mbylli fjalën e tij duke premtuar se shteti do të përballojë të gjithë llojet e shpenzimeve që duhet të kompensoni për aftësi ndryshe.
Greqia planifikon të shlyejë kredit nga paketa e parë e shpëtimit 10 vjet përpara fatit, duke përdorur suficite buxhetore dhe fonde rezerv. Me këtë ritëm, borxhi publik pritet të ulet ndjeshëm deri në vitin 2027. Greqia do të shlyejë kredite dhëna në kuadër të paketës së parë kundër krizës së borxhit deri në vitin 2031. Me këtë ritëm, Athina synon të humbasë etiketën e vendit me borxhet më të larta në Bashkimin Evropian. Pagesat të cilat do të vinë në rritje vjetore prej 5 miliardë euro do t'i lejojnë Greqisë të shlyejë borxhin 10 vjet përpara se të skadojë kredit, thanë zyrtarët në kushte anonimiteti. Ekonomia greke po rimëkëmbet gradualisht nga një krizë viteve 2009-2018, që e pa atë pothuajse jashtë zonës së euros dhe shkaktoi vite trazirash sociale, ndërsa qytetarët luftuan kundër shkurtimeve të pagave dhe pensioneve të shkaktuara nga masat shtrënguese. Qëllimi ynë është të shlyejmë plotësisht së 10 vjet më herët se sa ishte planifikuar pjesën tjetër të kredive nga paketa e parë që skadon deri në vitin 2041, tha një nga zyrtarët. Sipas tij, Greqia do të shfrytëzojë një tampon parash për 37 miliardë euro të ardhura nga suficitet primare më të larta se sa ishin parashikuar dhe emetimet e reja të obligacioneve për të financuar shlyerjet. Borxhi publik e Greqisë tani më i larti në zonën e euros pritet të bjerë në 140% deri në vitin 2027. Kostet e huamarrjes kanë rënë ndjeshëm që kur Greqia rifitoi statusin e gradës së investimit në vitin 2023 dhe tani janë më të ulta se të Italisë. Zyrtarët thanë se borxhi publik i Greqisë pritet të bjerë në rreth 135% deri në vitin 2027, potencialisht mbi Italinë, borxhi së cilës pritet të rritet në 138% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2026. Kriza e Greqisë filloi në vitin 2009 kur qeveria zbuloi një endek gjigant në financat e vendit, të shkaktuara nga dekada të tëra evazioni fiskal dhe shërbime publike të fryera, ndërsa kriza kërcënonte të prishte ekonominë e Bashkimit Evropian. Greqia përfitoi 3 paketa shpëtimi nga vendet e eurozonës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në vitet 2010-2015 me vlerë 280 miliardë euro. Greqia pagoi Fondit Monetar në vitin 2022 dhe deri në fund të 2024 kishte paguar 22 miliardë euro nga paketa e saj e parë prej 53 miliardë euro, ndërsa pjesa tjetër do të paguhet deri në vitin 2031. Shumë grek që humbën gjithçka gjatë krizës ende po përballen me paga të ulta dhe inflacion, por ekonomia është rimëkëmbur dhe qeveria pret një rritje prej 2.3% këtë vit, sa dy fishi mesatare së eurozonës, ndërsa borxhi i ekonomive kryesore të Bashkimit Evropian duke përfshirë Gjermaninë dhe Italinë po rritet pjesërisht për shkak të rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes. Greqia e ka ulur barrin e borxhit me më shumë se 50 pikë përqindje që nga viti 2020 në 147% të prodhimit të brendshëm bruto. Një zyrtar i qeverisë tha se borxhi do të ulet në vitin 2024 si një vlerë absolute për herë të parë që kur doli nga paketa e tretë e shpëtimit në 365.8 miliardë euro. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. NATO dhe Bashkimi Evropian kanë publikuar lista të lëndëve të para kritike për qëllime mbrojtëse dhe teknologjike. BE po promovon nxjerrjen dhe përpunimin vendas të këtyre materialeve për të mbrojtur nga ndërprerjet e mundshme të furnizimeve. NATO dhe Bashkimi Evropian kanë publikuar listat e lëndëve të para që janë kritike për qëllime mbrojtëse dhe qëndrueshmëri teknologjike. Sektorët toksor, letar, hapësinor dhe të armëve kanë nevojë për këtë lëndë të para kritike, sipas një studimi nga Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Një tank modern kryesor betejë përdor lëndë të para për sensorët, armët, armaturën, trupin dhe komunikimet. Sensorët janë gjithnjë më komplekse dhe mbështeten në një gamë materialesh kritike. Për shembull, qelçi dhe pasqyrat bazë përdorin silikon dhe qeramik, ndërsa pamjet infratokuqe dhe ato me shikim nate që janë kryesore në mjedise me dukshmëri të ulët mund të përmbajnë mërkur, germanium, bakër dhe tantal. Bakëri dhe germaniumi klasifikohen si lëndë të para strategjike nga Bashkimi Evropian, që ka një varësi për 17% dhe 42% nga importet për secilën përkatësisht. Kina është prodhuesi më i madh global i të dy materialeve me një mesatare për 38% të prodhimit global të bakrit dhe 83% të prodhimit global të germaniumit midis viteve 2016 dhe 2020. Anijet moderne luftarake përdorin gjithashtu një sër materiale shkritike në përbërjen e tyre, megjithëse sektori detar përdor më pak sa i hapësirës ajrore, toksore apo armëve. Megjithatë, ende ekziston një kërkesë e lartë për shumë materiale që konsiderohen se kanë një rrezik të moderuar të zinxhirit të furnizimit, siç janë alumini, hekuri, çeliku dhe bakri. Për shembull, alumini përdoret shumë në ndërtimin e anijeve, duke përfshirë kuvertat, elementet e superstrukturës dhe ndarjet e brendshme. Bashkimi
evropian është 58% i varur nga importet e aluminit, me Kinën që është prodhuesi i tij më i madh global. Midis viteve 2016 dhe 2020, Kina përbënte një mesatare prej 56% të prodhimit global të aluminit. Për të zbutur rreziqet e furnizimit, Bashkimi Evropian po bën përpjekje për të promovuar nxjerrjen, përpunimin dhe riciklimin vendas të këtyre materialeve kritike. Përveç aktit të lëndëve të para kritike të Bashkimit Evropian të vitit 2024, shtetet anëtare individuale po zhvillojnë strategjitë e tyre kombëtare. Ligji i programimit ushtarak në Francë për periudhën 2024-2030 i lejon Ministrisë së Mbrojtjes të kërkojë krijimin e rezervave industriale të materialeve, komponenteve dhe produkteve gjysmë të gatshme që mund të nevojiten nga forcat e armatosura. Strategjia spanjolle industriale e mbrojtjes 2023 përfshinte gjithashtu referenca dhe rekomandime për të përmirësuar dhe forcuar si zinxhirin e furnizimit, ashtu dhe sigurimin e lëndëve të para. Në mënyrë të ngjashme, strategjia kombëtare e sigurisë dhe industrisë së mbrojtjes në Gjermani për vitin 2024 hap rrugën për përdorimin e një fondi kombëtar të lëndëve të para për të forcuar sigurinë e furnizimit në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes. Sipas saj, duhet të ketë monitorim të përmirësuar të zinxhirëve të furnizimit për lëndët e para kritike të kërkuara nga sektori i mbrojtjes. Vendet e tjera evropiane, duke përfshirë Italinë, Poloninë dhe Mbretërinë e Bashkuar, po zhvillojnë gjithashtu strategji që lidhen me lëndët e para dhe shfrytëzimin e mundshëm të burimeve kombëtare. Megjithatë, dokumente specifike qeveritare të fokusuar në mbrojtje nuk janë ende të disponueshme. Evropa ka zvogëluar varësinë nga gazi rus duke u mbështetur tek burimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por tensionet tregtare me Shtetet e Bashkuara kanë ngritur shqetësime për kompanitë evropiane që po shqyrtojnë mundësinë e rikthimit të furnizimeve ruse në kontinentin e vjetër. Më shumë se 3 vjet pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, siguria energjetike e Europës është ende e brisht. Gazi natyror i lëngshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndihmoi në mbushjen e boshllëkut të furnizimit rus në kontinentin e vjetër gjatë krizës energjetike 2022-2023, por tani që presidenti Donald Trump ka tronditur marrëdhëniet me Europën dhe po e përdor në negociata tregtare, bizneset janë të vetëdijshme se mbështetja te Shtetet e Bashkuara është një tjetër dobësi. Drejtuesit në firmat e mëdha të Bashkimit Evropian kanë filluar të përmendin atë që do të kishte qenë pa imagjinueshme një vit më parë, importi i gazit rus, edhe nga giganti shtetëror rus Gazprom, mund të jetë një ide e mirë. Kjo do të kërkonte një ndryshim tjetër të madh politikash, duke pasur parasysh se pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022 e detyroi Bashkimin Evropian të zotojë se do të ndalonte importet e energjisë ruse deri në vitin 2027. Europa i ka mundësi të kufizuara. Bisedimet me gigantin e gazit në Katar për më shumë gaz kanë ngesur dhe pavarësisht zgjerimit të burimeve të rinovueshme, ritmi nuk është aq i shpejtë sa të ofrojë sigurinë e nevojshme për bllokun. Nëse ka një paqe të arsyeshme në Ukrainë, ne mund të kthehemi në rrjedha për 60 miliard metra kub, ndoshta 70 në vit, duke përfshirë gazin e lëngshëm, tha një përfaqësues i kompanisë Engie në të Francës. Shteti francez zotron pjesërisht Engie, që dikur ishte ndër blerësit më të mëdha të gazit të Gazprom. Ai tha se Rusia mund të furnizonte rreth 20 deri 25% të nevojave të Bashkimit Evropian, nga 40% që realizonte përpara luftës në Ukrainë, ndërsa një zyrtar i lartë i gigantit francez të naftës Total Energy e ka paralajmëruar Europën kundër mbështetjes së tepërt të gazit amerikan. Ne duhet të diversifikojmë burimet, jo të mbështetemi tepër në një ose dy mundësi, theksoi ai. Europa nuk do të kthehet kurrë në importin e 150 miliard metrave kub nga Rusia si para luftës, por unë do të vija bast ndoshta 70 miliard metër kub, shtoi zyrtari. Franca, e cila prodhon sasi të mëdha të energjisë bërthamore, tashmë ka një nga furnizimet më të larmishme të energjisë në Europë, ndërsa Gjermania mbështeti shumë në gazin e lirë rus për të ndihmuar në nxitjen e sektorit të prodhimit deri para luftës në Ukrainë. Bashkimi Evropian po përgatitet të blejë më shumë gaz natyror të lëngshëm amerikan, pasi Trump dëshiron që Europa të ulë suficitin e saj tregtar me Shtetet e Bashkuara, por lufta e tarifave ka forcuar shqetësimin e Europës në lidhje me varësinë nga gazi amerikan. Po bëhet gjithnjë më vështirë të konsiderohet gazi lëngshëm amerikan si një mall neutral. Në një moment të caktuar mund të bëhet një mjet gjeopolitik, theksojnë ekspertët. Nëse lufta tregtare përshkallëzohet, ekziston një rrezik i vogël që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të frenojnë eksportet e gazit, shtojnë ata. Një diplomat i
lartë i Bashkimit Evropian, duke folur në kushte anonimiteti, u pajtua me këtë mendim, duke thënë se askush nuk mund ta përjashtonte që kjo strategji të përdoret nga amerikanët në rast se çmimet e brendshme të gazit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rriten për shkak të kërkesës së shtuar industriale dhe inteligjencës artificiale, vendi mund të kufizojë eksportet në të gjitha tregjet. Në vitin 2022, Bashkimi Evropian vendosi të japë fund importeve të gazit rus deri në 2027, por ka vonuar 2 herë publikimin e planeve për mënyrën e arritjes së këtij qëllimi. Goldman Sachs parashikon rënje të çmimeve të naftës deri në vitin 2026 për shkak të rrezikut të recesionit global dhe ofertës së lartë nga OPEC. Sipas bankës, tensionet tregtare mund të ndikojnë gjithashtu në uljen e kërkesës dhe të ushtrojnë presion mbi çmimet. Goldman Sachs pret që çmimet e naftës të ulën deri në fund të këtij viti dhe vitin e ardhshëm për shkak të rrezikut në rritje të një recesioni dhe ofertës më të lartë nga grupi OPEC+. Banka pret që çmimet e naftës Brent dhe WTI të bien duke arritur mesatarisht në $63 dhe $59 për fuqi, përkatësisht për pjesën e mbetur të vitit 2025 dhe në $58 dhe $55 në vitin 2026, duke pasur parasysh perspektivën e dobët të rritjes në mes të një lufte tregtare globale. Banka pret që kërkesa për naftë rritet vetëm me 300.000 fuqi në ditë midis fundit të vitit të kaluar dhe fundit të 2025-s. Banka ka ulur parashikimet e saj për rritjen e kërkesës globale në tremujorin e 4 të vitit 2026 me 900.000 fuqi në ditë, që nga mesi i marsit për shkak të përshkallëzimit të tensioneve tregtare midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Pekini rriti tarifat mbi importet amerikane në 125% të premten, duke ju kundërpërgjigjur vendimit të presidentit Donald Trump për të rritur detyrimet mbi madhrat kineze, duke kërcënuar për mbysjen e zinxhirëve global të furnizimit. Pavarësisht se tregu tashmë ka llogaritur rritje të furnizimeve me naftë, teprisat e mëdha prej 800.000 fuqi në ditë në vitin 2025 dhe 1.4 milion fuqi në vitin 2026 do të vazhdojnë të ushtrojnë presion për rënien e çmimeve, sipas Goldman Sachs. Në një skenar të një ngadalësimi ekonomik global ose një përmbysje të plotë të 2.2 milion fuqive në ditë të shkurtimeve nga Organizata e Vendeve Eksportuese të naftës dhe aleatët e quajtur OPEC+, çmimet e naftës Brent pritet të bien në nivelin e $40 në vitin 2026 dhe potencialisht nën $40 në një skenar të kombinuar ekstrem, tha banka. Kontraktimet e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent ranë rreth $64.72 për fuqi mëngjesin e së hënës, ndërsa kontratat e ardhshme të WTI ishin në $61.44. Goldman Sachs uli gjithashtu parashikimin e furnizimit me naftë argjëlore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për tremujorin e 4 të vitit 2026 me 500.000 fuqi në ditë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar tarifa të reja ndaj produkteve teknologjike kineze, përfshirë telefonat dhe gjysmëpërçuesit. Kina u përgjigj se do të injorojë çdo rritje të mëtejshme, pasi tarifat ekzistuese do të eliminojnë produktet amerikane nga tregu vendas. Përjashtimi i telefonave inteligjent, laptopeve dhe produkteve të tjera elektronike nga tarifat e importit ndaj Kinës do të jetë shkurtër, thanë zyrtarët e lartë amerikan me presidentin Donald Trump, që paralajmëroi se askush nuk do të shpëtonte detyrimeve. Këto produkte u nënshtrohen tarifave ekzistuese për 20% të fentanilit dhe ato thjesht po kalojnë në një kuadër tjetër tarifash. Në postimin e tij në platformën Truth Social, Trump premtoi nisjen e një hetimi tregtar të sigurisë kombëtare në sektorin e gjysmëpërçuesve dhe të gjithë zinxhirin e furnizimit me pajisje elektronike. Ne nuk do të mbahemi peng nga vendet e tjera, veçanërisht nga vendet tregtare armiqësore si Kina, shtoi ai. Shtëpia e Bardhë njoftoi të premten përjashtimin e disa produkteve elektronike nga tarifat e larta reciproke ndaj Kinës. Tregjet e aksioneve amerikane shënuan njëri më këmbje pas njoftimit. Aksionet e Apple dhe prodhuesit të çipeve Nvidia filluan ringritjen pasi tarifat për produktet e tyre të importuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u hoqën për 90 ditë. Ministria e Tregtisë në Kinë tha se përjashtimi tregonte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bënin një hap të vogël drejt korrigjimit të praktikës së tyre të gabuar unilaterale të tarifave reciproke dhe këmbguli që Washingtoni të anulonte të gjithë regjimin tarifor. Megjithatë, sekretari i Tregtisë Howard
Edward Lutnick tha se produktet kritike të teknologjisë nga Kina do të përballen me detyrime të reja të veçanta, së bashku me gjysmëpërquesit brenda 2 muajve të ardhshëm. Lutnick tha se Trump do të miratojë një tarifë të fokusuar posaçërisht për telefonat inteligjent, kompjuteret dhe produktet e tjera elektronike brenda 1 ose 2 muajsh, së bashku me tarifat sektoriale që synojnë gjysmëpërquesit dhe produktet farmaceutike. Detyrimet e reja do të qëndrojnë jashtë ashtu quajturave tarifa reciproke të Trump ndaj Kinës, tha ai. 2 ekonomit më të mëdha në botë janë përfshirë në një lojë tensionesh politike që kur Trump nisi një sulm global tarifor me synimin për të goditur veçanërisht importet kineze, udhëheqësi i Kinës Xi Jinping tha se proteksionizmi nuk çon askund dhe se një luftë tregtare nuk do të kishte asnjë fitues. Shkëmbimet tarifore kanë bërë që taksat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vendosura ndaj Kinës të rriten në 145% dhe Pekini të vendosë një taksë akmarrëse për 125% mbi importet amerikane. Të premten Pekini tha se do të injorojë çdo rritje të ardhshme të tarifave nga Trump, pasi ato ishin tashmë aq të larta sa nuk do të kishte treg për mallrat amerikane në Kinë. Konkurenca globale për inteligjencën artificiale po vjen duke u rritur. Raporti i fundit tregon se Kina e ka ngushtuar diferencën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Evropa mbetet prapa në betejën teknologjike. Ndërsa gara globale për të bërë lider në inteligjencën artificiale gjeneruese po fiton ritëm, të dhënat e reja tregojnë se nuk janë më vetëm 2 pretendentë në lojë. Shtetet e Bashkuara janë ende në krye, por Kina po e ngushton hendekun e performancës dhe Evropa gjithashtu po fiton terren, sipas një raporti të ri nga Universiteti i Stanfordit. Institucionet me bazë në SHBA prodhuan 40 modele kryesore të inteligjencës artificiale, ndërsa Kina prodhoi 15 dhe Evropa vetëm 3 në vitin 2024. Pavarësisht numrit të prodhuar, indeksi i inteligjencës artificiale të Stanfordit për vitin 2025 përshoi disa kritere dhe zbuloi se modelet kineze arritën pothuajse nivelin e SHBA-s në 2 tregues të performancës. Kuptimi masiv i gjuhës shumë detyrshe që teston njohuri dhe aftësinë për zgjidhjen e problemeve, si The Human Able, i cili vlerëson aftësitë e gjenerimit të kodit. Gara është më ngushtë se kurrë dhe askush nuk ka një epërsi të qartë, thanë autorët e raportit. Rezultatet vijnë ndërsa liderët global thonë se fitimi i betejës së inovacionit është kritik për sigurinë kombëtare dhe për avancimet në shëndetësi, biznes dhe teknologji. Ndërkohë kompani të tilla si OpenAI, Google dhe DeepSeek ndër shumë të tjera po luftojnë për të ndërtuar platformat më të mira të mundshme. Kur ChatGPT OpenAI u bë viral në fund të vitit 2022, vetëm ai dhe Google kishin teknologji pionere të këtij sektori, por në ditët e sotme, kompanitë të tjera amerikane, të tilla si Meta, xAI, Elon Musk dhe Anthropic po e kapin ritmin, tregoi raporti. Një tjetër pikë referimi tregoi gjithashtu se modeli DeepSeek i Kinës u rendit më afër modeleve të OpenAI dhe Google. DeepSeek tronditi 3 në janar kur doli në skemë me R1, një model të inteligjencës artificiale dhe chatbotin që kompania pretendon si ishte më i lirë dhe performonte po aq mirë sa rivalit ChatGPT. Për sa u përket modeleve më të njohura të mësimit automatik në vitin 2024, kontribuesit kryesor ishin OpenAI me 7 modele, Google 6 dhe Alibaba e Kinës 4, tregoi raporti. Mistral AI i Francës u rendit në vendin e 3 me 3 modele. Një tjetër tregues që gara e inteligjencës artificiale po ngushtohet është numri i botimeve dhe patentave të inteligjencës artificiale që tregon se Kina është dukshëm përpara SHBA-s. Raporti zbuloi se që nga viti 2023, Kina kryeson në totalin e patentave duke përbërë pothuajse 70% të gjitha granteve. Korea e Jugut doli në vendin e 2 dhe Luksemburgu në të 3, i cili gjithashtu dallua si prodhuesi kryesor i patentave të inteligjencës artificiale në bazë të numrit të banorëve. Zhvillimi i modeleve të reja po bëhet gjithnjë më global, me lancime të dukshme nga rajone të tilla si Lindja e Mesme, Amerika Latine dhe Azia Juglindore. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët bashkë ndajemi këtu për të u ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.